ka qenë një lloj ndërgjegjësimi që institucionet publike mos publikojnë dhona personale pa bazë ligjore. Çfarë dhona kanë publikuar institucionet cilat nuk është dashur me i publiku? Numri personal dhe numri i llogarisë bankare është numër unik, i cili subjektin e dhonave identifikon pikërisht ai. Në platformat e institucioneve publike, a ka shumë të dhona të cilat janë përpunuar ndër vite? Në fakt, në platformat e institucioneve publike, ndoshta i keni pa dhe vendimet e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, kryesisht në fazat e para kanë qenë për institucionet publike, ka qenë një lloj ndërgjegjësimi që institucionet publike mos publikojnë dhona personale pa bazë ligjore, mos grumbullojnë dhona personale pa një qëllim caktuar dhe legjitim, dhe në këtë fazë kemë arritë që edhe te zhvillimi komplet sistemeve ne si agjenci të japim mendimet tona, çfarë dhona grumbullohen, cilë grumbullohen dhe mosat e duhura të sigurisë. Faza finale që ne po grumbullojmë dhona personale, sepse për ato duhet ka një bazë ligjore, një legitimitet, por qëllimi kryesor është që ato platforma që i grumbullojnë kenë mosa të duhura të sigurisë për mbrojtje të dhona personale, të certifikuara me standardet më të larta të sigurisë apo ISO standarde. Çfarë dhona kanë publikuar institucionet cilat nuk është dashur me i publiku? Ne kemi pas shumë institucione që kanë publikuar dhona personale pa një bazë ligjore. Ka qenë shumë që kanë publikuar numër personal të vetë subjekteve të dhonave, ka pas dhona personale që kanë publikuar edhe dhona shëndetësore si dhona me gjendjen shëndetësore, me plotësisë të rimburshimit, ka pas dhona të institucioneve që kanë publikuar edhe numër personal, edhe numër të llogarisë bankare, edhe në momentin kur ne kemi kësi lloj shkelje nuk ka mos tjetër përpas shqiptimit të gjobave. Përmes sharu për qytetar, për publikun, pse numri personal, po edhe numri i xhirollogarisë për shembull, konsiderohen si të dhona personale? Numri personal dhe numri i xhirollogarisë bankare është numër unik, i cili subjektin e dhonave identifikon pikërisht ai, sepse numri personal është unik, qoftë për mua, qoftë për ty, sepse me ato kem lind, me atë numër personal dhe me ato gjithë jetën deri në vdekje do të jetojmë dhe është i pandryshueshëm. Vetë marrja e numrit personal ty ta jep mundësinë që me atë numër personal më qas në shumë sisteme, apo numri i llogarisë bankare ku ne kemi shumë raste, shumë ankesa qytetarëve kur edhe ju kanë vjedh edhe mjete monetare përmes llogarisë bankare dhe janë numra unik që identifikojnë individin në mënyrë të drejtë për drejtë dhe i takojnë vetëm atij personi. Kemi raste për shembull ku edhe institucionet e sigurisë kanë publikuar dhona të tilla. Në fakt edhe institucionet e sigurisë është ligji për mbrojtje të dhonave personale kur ka hyrë në fuqi e para punës ne si institucion që kena ndërmarrë fushata ndërgjegjësuese, qoftë për ligjin për mbrojtje të dhonave personale, por edhe mandatin tjetër që kemi ligjin për qasjen e dokumente publike. Dhe është e vërtetë që edhe institucionet qoftë të sigurisë kanë publikuar dhona për momentin kur ne kemi pranuar ankesa apo kur kemi pranuar njoftime apo kur vetë si institucion kur bëjmë inspektime ex officio në përvetëfaqe të ndryshme, kemi pa që ka rrjedhje dhonave ne kemi marrë veprime dhe i kemi urdhëruar që ato dhona më largu dhe normal që mosa tjetër ka qenë shqiptimi i gjobës.